Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Vikend, ja që dal nga dal ky vikend gjithsesi do të jetë ajo pjesa ku ju do të jeni pranë ekraneve, por që në fillim të emisionit ju themi që këto minuta do të jenë për ju dhe nuk do të bëni pishman pse s'keni dalë për të qëndruar pranë ekranit të televizionit. Ju premtuam që të kemi shumë të ftuar dhe bisedat do të jenë të bukura. Sot me të vërtet ky vikend na shkon mirë, për shkak se kemi një këngëtare çdo herë kur e ndëgjojmë, ose sidomos ata pjesët live i ka që t'hin kështu ndamar trupit, por që edhe këngët, por edhe zëri është i veçantë. Na nderon Lori. Lori. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Një këngëtar ta gjesh në vikend, të të vije është respekt s'pari, por edhe nder, për shkak se dihet, vikendet janë full. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për gjitha ato fjalë të bukura hyrëse. E çmoj shumë dhe sinqerisht është me të vërtet kënaqësi të jesh në këtë emision kaq të qelluar edhe kaq të shikuar. Çdo gjë, çdo punë nganjëherë duhet lënë anash për të respektuar miqtë dhe shokët, edhe të jesh prezent, sidomos për ata që të ndjekin ndër vitet, e duan muzikën tënde dhe të mbajnë gjithmonë në pjedestal. Është publiku ai i cili duhet nderuar gjithmonë dhe respektuar. Lori, ti punon dhe pa tjetër se duhet të jesh pjesë e secilës gjeneratë. Me të vërtet je nga këngëtarët ku gjitha gjeneratat të ndëgjojnë, gjitha gjeneratat e duan këngën tënde. Faleminderit. Faleminderit shumë gjithë atyre. Na tregon si të kalon një vikend zakonisht, Lori. Siç e the edhe vet, vikendet tona janë gjithmonë të zëna, me koncerte, mbrëmje, gazmende familjare. Zakonisht, po kemi dhe në një weekend që e kemi të lirë dhe atë mundohemi që ta kaloj me familjen. Me qenë se unë kam familjen larg, mundohem që të paktën nëse kam një weekend të lirë, të shkoj në Shqipëri apo në Itali, atje ku i kam edhe të afërmit, prindrit edhe vëllezërit me familje. Ashtu. Disi Shkupi, Maqedonia është një vend ku Lori është prezent. Kanë dëshirë ta kenë gjithë në për ahengjet, në për sidomos edhe në për mbrëmjet. Na trego pak sa të lidh Shkupi, Maqedonia kështu. Maqedonia në përgjithësi e veriut, unë jam shumë domethënë ndihem e privilegjuar dhe jam shumë e lumtur që këtu kam një publik goxha të madh në numër dhe kam shumë miq të cilët ndër vite më respektojnë, më duan edhe më çmojnë. Këtu kanë qenë hapat e mi të parë edhe mund të them që kam shtëpinë time të dytë. E kam thënë edhe në për intervista tjera që është një respekt i jashtëzakonshëm që më bëhet nga familje të cilat më zgjedhin të më kenë pjesë të gazmendeve dhe të datave më të rëndësishme të tyre. Kështu që s'ka më mirë kur dikush ty të fut në familje, do me thanë është një respekt shumë i madh sepse është përgjegjësi të këndosh në një gazmend, në një dasëm. Dhe kur ti je në mesin e atyre familjarëve, do me thënë që ajo familje ty të çmon shumë. Edhe ka shumë besim në atë që do bësh ti në punën tënde, në atmosferën që do japësh në atë gazmend të tyre. Jetë çdo herë ajo e cila prodhon. Prodhon këngë të cilat i ke tuaja, janë këngë të cilat janë këngë të përpunuara me tekst, me gjithë me aranzhman, por që janë tuajat. Zakonisht të kemi parë në shumë të rasteve edhe këndon live. Sa të mban kjo, Lori? Po kjo don edhe sigurisht edhe për kushtime. Unë mundohem që të sjell për publikun gjithmonë këngë të reja, me tekst, me muzikë, me orkestrime, edhe kam pas fatin që të punoj me bashkëpunëtor shumë të mirë. Si këtu në Maqedoni, për shembull, do ta veçoj mikun tim Avnish Ailin, se tani plus e kemi edhe një projekt tjetër që do ta risjellim, përveç atit që ka qenë për festat e fundvitit. Pastaj në Kosovë, në Shqipëri edhe më gjerë, do më thonë jam munduar që të kem bashkëpunëtorët më të mirë, ku do që jam munduar t'i kap. Edhe fatmirësisht kam pas këngë të cilat nuk mund të them që kanë qenë gjitha hite, por një pjesë e tyre janë pritur shumë mirë nga publiku edhe vazhdojnë të dëgjohen ndër vite.
Kështu që përveç këtyre projekteve që i sjell gjithmonë për publikun tim, unë këndimin tim gjithmonë e kam bërë live. Domethënë gjitha prezantimet e mia, si në koncerte, si në gazmende, është gjithmonë live, është 100% live. Edhe faleminderit Zotit që ma ka dhënë mundësinë të kem një vokal që i përshtatet disa lloj të rrymave të muzikës, edhe mos kem probleme me këndimin live. Është kënaqësi të këndosh live, është tjetër ndjenjë, domethënë, është tjetër studio dhe tjetër ndjenjë kur këndon live. Sa të bën si një këngëtare ti je lirë, kështu në të shumë të në rast kur ti për rasti që duhet këndosh live dhe ti atë problem se ke, Lori. Jo, s'kam, do më thonë, e thash pak më përpara që këndimi live përveç se nuk është problem ke unë, është edhe një kënaqësi shumë e madhe. Do më thonë, kur këndoj live, jap çdo gjë, është emocionin ndryshe. Do më thonë, ti e përjeton dhe mundosh që ta transmetosh te ata që vinë të dëgjojnë. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur e ke publikun përpara dhe ti këndon bashkë me ta live. Unë tani kam pas mbrëmjet e maturave dhe ka qenë me të vërtet një kënaqësi shumë e madhe të këndoj për ata maturant. Jam ndier goxha si maturante në fakt, edhe ju kam thënë edhe në mikrofon që po ndihem si maturante, sepse ta japin atë kënaqësia, është afërsia e tyre. Domethënë me të vërtet e kam ndier që edhe pse domethënë unë kam vite që jam në skenë, brezi i ri përsëri duan të më dëgjojnë, duan të më kenë pranë dhe kështu që është kënaqësi shumë. Të duan gjithë gjeneratat. Faleminderit Zotit. Faleminderit. Këtë desha të them edhe, sa janë të preferuara gjithë, po edhe e kërkuar nga të gjithë, të themi nga ahengjet familjare që i kanë, të përzgjedhin ato është sigurisht një privilegj, për shkak se ta besojnë atë pjesë, atë aheng, por edhe mbrëmjet, por ja që edhe mbrëmjet e maturës, ku të rit të duan po të përzgjedhin. Po mundohem që të kem një repertor në përmatura edhe më të zgjedhur, t'i përshtatem brezit të ri, sepse gjërat kanë ndryshu. Domethënë, ne patjetër që e ruajmë atë muzikën e vjetër, edhe i kemi aq të bukura këngët tona të Shqipërisë mesme, të jugu, domethënë muzikën e vjetër e kemi goxhat të pasuruar, edhe është mirë që t'ja servojmë edhe brezit të ri, që edhe ata mos ta harrojnë, por të vazhdoj domethënë ndër vite. Megjithatë, rinia dihet se çfarë don, kështu që ti duhet patjetër t'i kushtosh një rëndësi edhe pjesës muzikës të cilët ata preferojnë. Ashtu. Të kemi ndjek në disa raste edhe je përmbajt edhe këngës popullore mirëfill shqipe. E dua. E kam të shpirtit atë muzikë, kështu që është patjetër. Duhet ta dush, patjetër për ta servuar. Na tregon Leri sa do të përmbahesh, sa kjo do të jetë një do tjetë ajo Lori që jemi mësuar ta shohim çdo herë. Domethënë e ke fjalën për muzikën e vjetër se sa ndërthuret me Lorin apo sa? Unë që në fillimet e mia e kam praktikuar, e kam këndu muzikën e vjetër. Fatmirësisht që unë kam punuar me muzikantë shumë të mirë, siç janë 4+, Afrim Ajdari, Naimi, Celi, të cilët me të vërtet i falenderoj që më kanë ndihmuar shumë në përzgjedhjen e asaj muzike dhe ata e përcjellin më së miri, kështu që kam pas fatin. Plus që unë kam pas dhe albume me Afrimin, kam pas një këngët hite vetëm zëri yti ëmbël, që e ka bërë Afrimi dhe e falenderoj shumë. Kjo është, domethënë ti kur punon me njerëz të cilët e njohin mirë muzikën e vjetër, është një ndihmë shumë e madhe, por patjetër që duhet jetë dhe vokali ai i cili të përshtatet me atë lloj muzike. Edhe kështu që janë të ndërtuara disa komponentë, disa elementë të cilët bëjnë që muzika e vjetër të rri shumë mirë ke unë. Tash jemi në prag të sezonit dhe ju presin shumë punë. Sa do të na jeni prezent këtu në Maqedoninë, në viset tona këtu? Dihet që unë çdo vit shumicën e gazmendeve i kam këtu. Edhe njëherë dua t'i falenderoj të gjithë ata që më zgjedhin, që kanë besim
te vokali, te përzgjedhja e muzikës që unë bëj për Gazmenda, për Dasma. Kështu që faleminderit shumë nga zemra dhe shpresoj që edhe këtë sezon do kaloj më së miri. Janë disa qytete dhe disa vende që unë i kam të shpërndara këto gazmentet, si që është Gostivari, Tetova, Shkupi, Struga, Veleshta, Kërçova, Dibra, janë disa të përmbledhura dhe unë normal që mundohem të bëj më të mirën time. Edhe pse sezoni është i lodhshëm, dihet që neve, jemi pothuajse çdo natë në Gazmende. Vetëm udhëtimet mjaftojnë. Po, unë mundohem që të jem sa më në formë, sepse ai që ka një gazmend, që ka një dasëm, atit nuk intereson se sa a ke pasur ti dasëm një natë përpara apo jo. Dhe mundohem që t'jem sa më në formë dhe ndër vite kam treguar që nuk më ka penguar që kam qenë çdo natë e angazhuar. Faleminderit Zotit gjithmonë që më ka ruajtur zërin edhe imunitetin, po mundohem që ndërkohë të pushoj, domethënë gjithmonë i jap hapësirë vetes për pushim para se të performoj në mbrëmje. Sigurisht. Nuk them a presim projekte, po kur presim projekte? Nuk dua të jap një datë të caktuar se gjithmonë projektet tona do dalin një gjë që t'i vonoj. Dhe unë i kam disa projekte të cilat ndoshta njërin do kisha dëshirë ta kem, meqense është edhe këngë për Gazmende, për Dasma, kisha dëshirë ta kem para se të filloj sezoni. Nuk e di se sa do bëhet gati, shpresoj që t'jetë gati. E kam dhe një këngë, një projekt tjetër po me Avniun, edhe atë nuk e di se kur do jetë, domethënë përfundimi. Prandaj po them që kam dhe një balad tjetër, pastaj shumë të bukur me Aidën me Armendin. Domethënë i kam disa projekte, të cilat i kam në punë e sipër. Por, jo, deri nga fundi vitit do ketë më shumë se 3. Shumë. Po, mendoj, shpresoj të paktën se thash, nuk është se jam vetëm unë ajo e cila vendos që një projekt të dalë në një datë të caktuar. Varet nga studio se kur përfundohet, varet nga videoklipi se sa vonohet, edhe mundohem që gjithmonë të gjeja të kohën e dur për të nxjerrë dhe një projekt, sepse ka shumë rëndësi, përveç komponentve si që është teksti, muzika, orkestrimi, ka të bëj edhe pastaj edhe videoklipi, ka të bëj edhe momenti se kur ti e lanson një këngë, sa është domethënë adekuat apo sa përshtatet, sepse dihet që vera kërkon më shumë këngë ritmike, këngë të sezoni, domethënë këngë edhe për Dasma, pastaj vjen Vjeshta që kërkon më shumë balada, domethënë janë pak të ndara këto. Kështu që mundohem për çdo sezon ta kem të përshtatshme edhe projektin të cilin e lansoj. Sigurisht. Bashkëpunime nuk ka munguar. Ke pat edhe duete. Sa këto të flenë, Lori? Duetet, unë kam duete edhe me këngëtar të rinj, të cilët kam pasur vetë dëshirë që t'i ndihmoj, t'i përkra të paktën. Edhe nuk e di se sa ja kam arritur qëllimit, po shpresoj që të paktën të kem dhënë atë kontributin tim që një këngëtar i ri i mirë, me vokal shumë të mirë, të heci përpara. Gjithmonë këngëtar të rinj, normal që duan të kenë një duet me një këngëtar që ka reputacion, që ka karierë, sepse i ndihmon në lansimin e tyre. Edhe kam edhe me këngëtar të tjerë pastaj, këngëtar emra, kështu që të mira kanë qenë bashkëpunimet e mia, jam munduar që këngët të kenë qenë të përshtatshme për domethënë për të dy personat, për mua dhe për këngëtarin në fjalë, edhe pse unë gjithmonë kam pasur ftesa nga këngëtarët. Edhe disa këngë kanë esur mirë, disa okay, thash, jo gjithmonë këngët bëhen hite. Por e rëndësishme është që kënga të jetë e bukur edhe të jetë interpretuar bukur. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht. E dim që ke marrë pjesë edhe në disa emisione ku janë bërë edhe përmbledhjet këngëve, kështu që ka ndalë mirë. Kemi pasur edhe në Shqipëri disa televizione që bërë disa kollazhe të mira, të bukura këngë. Kjo është e ka një përkushtim të veçantë, Lori, si këngëtar?
Kolazhet me këngëtar tjerë janë të mira, sidomos gjatë fundit vitit, neve angazhohemi më shumë për të pasur bashkëpunime me 2 ose 3 këngëtar. Domethënë një kolazh zakonisht mund t'i ketë 3 ose 4 këngëtar, po mundet edhe duete me qenë edhe potpuri të ndryshme. Kjo për shkak sepse për vit të ri njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë më shumë muzikë popullore dhe nga shumë këngëtar, potpuri sa më të gjatë atje aq më bukur, sepse festojnë më mirë. Dhe po, është mirë kur një kolazh është i përzgjedhur, domethënë si këngët janë të përzgjedhura, po edhe këngëtarët, bashkëpunimi ndërmjet këngëtarëve. Kështu që ka edhe ajo dobinë e saj, sepse njerëzit kanë dëshirë për shembull nga një kolazh mund të thrasin në përgazmente të ndryshme, ashtu siç e ka parë, për shembull 2-3 këngëtarë, ai ka dëshirë t'i ketë në një gëzim kur i pëlqen një kolazh. Dhe normal që është mirë me pas, pse jo, sidomos gjatë fundit vitit. E kemi diskutuar shpesh herë, Lori, edhe gjatë momentit që planifiku që ti jesh në emision, e kemi diskutuar edhe në Mavë News për shkak se të gjithë këngëtarët të cilët po punojnë dhe janë në trend, por atë të cilët mundohen që me këngë tjera dhe me përpunime dhe me duke përpunuar këngë tjere të azuara dhe covere, si që quajnë, dhe por disi bera jo. Të kam bajt kjo prodhimi jotë këngët e tuaja që i ke... Pa tjetër. E tha edhe vetë, por mos temi që gjitha, po i ke hit. Po, unë mund të kem një cover, më duket, 1 ose 2, okej, për jashtime... Ndodh që kërkohet edhe javlent këndohen ndë një këngë, janë këngët cilët disat që nuk vdesin as njerë dhe javlent këndohen edhe të përpunohen. Po, përjashtojmë këngët e vjetra, po, të cilat kanë të drejtë gjithë këngëtarët i bëjnë, edhe disa këngë që i kam bërë unë ndër vite kështu covera, po unë kam një repertor kam shumë albume dhe këngë të sjellat mijat, me tekst, muzikë, orkestrim që janë bërë special enkas për mua. Domethënë dhe kjo më lumturon shumë sepse në të ardhmen unë kam një bagazh shumë të madh dhe fatmirësisht i kam kushtuar shumë rëndësi këngëve të reja. Domethënë jo më kote përmenda pak më përpara që unë mundohem të sjell shumë këngë gjatë vitit, përjashtim këto vitet e fundit që kam qenë më pak në prurje, por në vitet më përpara, unë për shembull i kam pas 4-5 këngë në vit që kanë qenë të sjella me videoklipe. Edhe kjo ka qenë goxha investimi i madh, domethënë që të sjellësh ti 4 këngë ose 5 me videoklipe gjatë një viti është një prurje goxha e madhe. Por ajo ja ka vlerë tash që për një këngëtar po ja vlen patjetër, sepse çdo gjë ndër vite, domethënë gjithë ky investim i madh që kam bërë në karrierë, patjetër që e ka pas vlerën e tij, domethënë edhe ja ku jam sot. Faleminderit Zotit, faleminderit atyre që më kanë përkrahur dhe e kanë pëlqyer ndër vite muzikën time, pa diskutim se pa ta nuk do isha këtu ku jam. Por është shumë mirë kur këngëtari i ka albumet e vet ose ka këngë, domethënë një këngë single që e sjell në vit ose 2, është shumë mirë që ta ketë këngën e personalizuar të vetën, sepse kjo në të ardhmen do ketë atë rëndësinë e saj. Domethënë ti do kesh një bagazh, vjen gjithmonë duke u rritur profesionalisht, edhe është bagazhi edhe më i madh, edhe normale që vlerësimi është shumë më i madh kur ke këngët e tua. Por edhe këto coverat nuk është se janë keq, kur ti e risjell një këngë pak më ndryshe se origjinali, edhe e sjell në stilin tënd, për shembull siç e kam sjellur në këngën Ajdin sa shumë të dua, e cila ka qenë edhe ashtu nga këngëtarët të cilët e kanë pas të vetën këngën hit, por ajo këngë është pritur shumë mirë nga publiku im, sepse jam munduar ta këndoj si Lori, po në stilin tim, edhe kjo ka bërë që ta presin shumë mirë fansat e mi. Me qenë se në rjetin satelitor në shohin edhe nga diaspora. Sa mirë, i përshëndesim shumë, edhe me zi po presim që të na vini. Por sa Lori do të shkon atje? Unë gjithë vitin jam andej. Domethënë tani kisha 2 koncerte shumë të bukura, edhe koncerti i fundit ka qenë afër Koblencit. Falenderoj ato vajzat, janë Qikat e Dardanis për një super organizim shumë të bukur.
ka qenë vetëm për femra, sepse ishte dita nënave, por ato e kanë bërë pak më vonë si organizim dhe jam shumë falenderuese për organizimin e bukur, për pritjen edhe për të gjitha ato zonjusha që morën pjesë, gjitha ajo dashuri edhe respekt që ma falën në atë koncert. Ka qenë një koncert shumë i bukur, i falenderoj edhe falenderoj gjithë diasporën që përveç pritjes që na i bëjnë kur shkojmë në për koncerte andej, edhe për gazmendet që i bëjnë gjatë verës që vinë, do më thanë edhe normal pa ata s'ka jetë, pa diskutim. Disi pak në kanë ratë të themi këto mbrëmjet. Në Shkup kanë rënë goxha si shumë. Në Shkup shumë. Më përpara ka pas më shumë edhe unë kam kënduar të Qarshia. Po. Më baheshin disa organizime shumë të bukura. Avniu për shembull ka pas organizu ose ka sjell artist gjithmonë, por tani kanë rënë, nuk e di pse. Disi kanë ra. Sa këto i kanë përmbush këngëtarët, Lori, sa... S'ka kënaqësi më të madhe. Mungesa e mbrëmjeve, sidomos mire the, në Shkup disi pak është zbe. Jo vetëm në Shkup, po në përgjithësi në Maqedoni. Kemi informacion, po edhe në vende tjera disi pak binë. Në Kosovë është më ndryshe, ka më shumë, tani janë këto, ndoshta edhe jashtë në diaspor kanë filluar edhe shisha barët, do më thënë klabet e ndryshme që nuk kanë, do më thënë shumë publik në numër shumë të madh, flas për madhësia e klabit, nuk është edhe aq i madh, por po mbahen edhe ka muzik live të bukur edhe thrasin, ftojnë këngëtar me emër, kështu që mirë. Më fal se ndërpreva. Jo, shumë mirë, se pikrisht kjo është ajo e cila na shqetëson viteve të fundit, disi është duke rënë. Lori, sa e ka peshën mbrëmja me atë ahengun? Kërkesat janë të mëdhoja edhe në ahenge, disi në mbrëmje mund shkosh ma të repertuar që e ke përgatit, por disi në ahenge janë kërkesat ma të mëdhoja. Duhet të bëjsh qef të gjithve. Po klabi, do më thonë, performanca në klab është 20 minuta, 1 orë maksimumi, dhe djetë që janë ato këngët atmosferike, njerëzit edhe disa balada që mund t'i këndosh. Kurse gazmendi ka tjetër përgjegjësi. Në gazmend duhet të jesh shumë e përgatitur në repertor, sepse çdo familje ka ato adetet e veta. Ka një familje që kërkon më shumë ndoshta muzikën e vjetër, po kërkon edhe sofër, po edhe rinia e don atë pjesën e saj, edhe këngët që janë ekstra, domethënë që janë për çiftin e ri, në këtë rast flas për një martesë. Kështu që duhet kesh repertor, varet edhe nga trevat ku këndon, se çdo treve ka ato të vetën. Për shembull në Ulqin ti duhet të këndosh tjetër repertor. Në Prishtinë ke tjetër repertor, në Tetov ose në Gostivar tjetër, dhe duhet të jesh e përgatitur për domethënë për atë vend që ti do shkosh, sepse familja me familje ndryshon, jo më treva me trevën. Dhe dasma ka shumë përgjegjësi të madhe, thash. Repertori duhet të jetë goxha i shumë, domethënë shumë llojshmëri i repertorit. Duke filluar nga këngët që janë për dasma, që dihet, mendoj që krejt këngëtarët i dinë ato këngë, deri ke këngët domethënë me çifteli, deri ke këngët për rinin, që janë domethënë më zbavitse, kështu që duhet kesh një llojshmëri të repertorit. Në të shumta në rasteve tash edhe në për mbrëmje, por edhe në për ahingje, disi në fund kërkon edhe këngët patriotike, por rikthehen. Po edhe këngët e vjetra. Edhe këngët e vjetra. Për shembull në Tetov ka pas shumë raste që i kanë kërkuar edhe këngët e vjetra ulur si sofër, por domethënë përveç patriotikeve edhe këngët e vjetra. Siç për shembull mos desha t'i kujtoja disa këngë. Hajretin Pasha sigurisht. Po, Hajretin Pasha pa diskutime, mora fjalë Thret Prizreni. Këto këngë janë Zoti Shpisturit ndera edhe ka plot këngë. Nga ato popullore të Mankuqe ka shumë. Dri dhe u dhe shamin me lezet. Shkojmë një udhë. Po. Lori, një refren të shkurt një këngës tënde? Cila këngë të pëlqen ty?
E do ta plotësoj ty sa me dëshirën sot. tash Normal edhe publikut që gjithë atyre që po na ndjekin. Ishte kjo pjesa ku kemi këndu pak si, e murëm pak si kështu me shaka, po në momentin që tham vjen Lori, ishte ajo pjesa ere ikni moj se plasa, ikni varsha se më doli tymi, në këtë loj ju nuk keni gjasa, veç i imi quni është imi, veç i joti quni është ti, e kemi një bukuri aty, që e përshëndesim. Pa tjetër se dhe përshëndetim. Okej. Lori, faleminderit që ndave ko, ti jesh pjesë e emisionit, me këtë pjesë të bukur, do ta kishim përmbyll, me shpresë që të kemi përsëri, kemi shumë të flasim, por edhe me këto gjëra treja që po na vinë, të kemi përsëri në emision, do t'jetë kënaqësi edhe jo. Atëherë, para se ta mbyll, unë desha një falenderim edhe për bashkëpunëtorët e baladës time më të fundit, që është Akull. Patjetër. Akull zemra po më ri, një pjesë më ka vdekur, zjarri në dy sytë e mi, thuaj se është rehtur, e tjera. Arsim Bunjaku, tekst muzik, Miti Geci, orkestrim që i falenderoj shumë. Falenderit shumë sa me t'ishte kënaqësi me të vërtet. Gjithashtu. Shpresoj që do jem përsëri në emisione kaq të bukura, se ka kalu shumë shpejt koha, nuk e di, fluturoj, se di edhe çka kam thënë. Një falenderim shumë për respektin, për dashurinë gjithë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Ju dua fort, edhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, pa diskutim, kudo ku ka shqiptar, kudo ku më ftojnë për të performuar, është kënaqësi, sinqerisht, fansave të mi që më mbajnë edhe më japin gjithmonë kurajo për të bërë gjëra të bukura, bashkëpunëtorëve të mi, faleminderit se pa ata normal. Por edhe Lori ju ep gjithëve me këtë mira e send. Mundohem, faleminderit, ishte kënaqësi. Për besë, po kjo pjesa në fund na kënaqi gjithëve për Zotin. Faleminderit. Shumë faleminderit, respekt. Të nderuar miq, bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi në studio.